Këto pamje të ofron sot kopshti numër 7 në Gjirokastër në ambientet e jashtme të tij. Gjithë hapësira e oborit është kthyer në funksionale, duke u vendosur në shërbim të fëmijëve. Tu ka qenë më përpara? Jo, tani u bë më e bukur. Ne na pëlqen shumë. Ne të luajmë dhe të hemi bashkë. Këto gomat çfarë do bëni? Do t'i mbledhëm nesër me lule. Nesër çfarë është? Ditë e tokës. Çfarë po pikturon? Një lule Me çfarë ngjyrash? me portokalli. Po ç'ngjyrë tjetër do përdorësh? Të verdhë, jeshile, blu e të kuqe. Të pëlqen ti piktura? Po, Pikturon vazhdimisht? po. Drejtoresha e kopshtit, Ermira Liçe, ndan më shumë në lidhje me këtë projekt, i cili sipas saj do të ketë rëndësinë e tij në gjithë veprimtarinë mësimore dhe edukative të këtij institucioni. Ky projekt lindi si ide nga fëmijët për të patur një obor shumë funksional dhe ne menduam bashkërisht me gjithë fëmijët të krijonin këto kënde që kemi realizuar sot. Fëmijët ngelën shumë të kënaqur edhe me dëshirat e tyre ne realizuam shtëpinë e bimëve, këndin e ujit, kemi kënduar këndin e relaksit aty dhe të gjitha ambientet jenë në funksion të veprimtarisë mësimore edukative. Besoj se kanë dalë shumë bukur edhe fëmijët në bashkëpunim me të gjithë stafin dhe në mbështetje me prindit dhe donatorët dhe realizuam këto mrekulura që ju shikoni sot. Drejtori i Drejtorisë së Arsimit në Bashkinë Gjirokastër, Arben Rexha, thotë se institucionet arsimore kanë qenë dhe do të jenë në fokus të vëmendjes së kësaj bashkie, ndërkohë që ka falendëruar stafin pedagogjik dhe prindrit që mbështetën këtë projekt. Ne sot finalizojmë një iniciativë të drejtorisë së kopshtit numër 7, së bashku me stafin, por në qendër komuniteti. Ne jemi një ndihmë të këtij projekti. Sigurisht që Bashkia e Gjirokastër nuk ka munguar kur për të ndihmuar kopshte, shkolla dhe veçanërisht institucionet ku roli i bashkëpunimit midis komunitetit dhe stafit të pedagogjik të atij institucioni vlen për të lavdëruar. Ne sot jemi te kopshti numër 7 dhe siç shikoni, po finalizojmë një projekt të jashtëzakonshëm për ambientet e jashtme të këtij kopshti që do të jenë në mbështetje të lojrave të fëmijëve. Detyra vërtet është tona, po pa mbështetjen e prindërve, pa mbështetjen e komunitetit, pa rolin e tyre, asnjë gjë nuk do të realizohet. Mësimi nuk bëhet vetëm për klasa, po bëhet duke kapur fëmijët drejt për drejt. Ujin, urën, gomat, lulet, zhavorin, ërërën, të gjitha këto fëmijët do të jenë pjesë e lojrave të tyre që do të bëhen në këtë tutje. Në kopshtin numër 7, në lagjen 18 shtatorin, mësojnë dhe edukohen rreth 100 vogëlush.